Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Të nderuar vëllezër, motra dhe miq, ju përshëndes të gjithëve me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja qoftë mbi ju dhe mëshira e Allahut dhe bekimet e tij. Jemi në vazhdim të serisë së videove që po krijojmë për shpjegimin e gjërave më kryesore të lëndëve të fesë islame dhe do të trajtojmë në videon e sotshme inshallah ato gjëra të përgjithshme çfarë kanë të bëjnë me lëndën e Kuranit. Pika e parë për sot thotë: Kurani është shpallja e fundit e Allahut. Pra ne në videot e mëparshme treguam argumentat logjike të cilat vërtetojnë në mënyrë objektive që Kurani është shpallje për Allahut, që është i vërtetë. Pra që është diçka hyjnore dhe nuk është diçka njerëzore. As nuk është i përzier, as nuk është vepër e ndonjë krijese. Dhe ndërkohë vetë Kurani na tregon këtë që po themi në këtë pikë. Që jo vetëm që është shpallje, por është shpallja e fundit dhe nuk do të ketë më shpallje të tjera mbas këtij. Këtë gjë e ka përmendur Allahu në Kur'an, aty ku e ka quajtur për shembull profetin sallallahu alaihi wasallam me termin Khataman Nabiyyin, vula e profetëve, dhe po ashtu kjo gjë është përmendur edhe nëpër hadithe. Dhe ne treguam që përderisa vërtetuam në mënyrë logjike që baza e kësaj feje është e vërtetë, atëherë nga kjo bazë mburon vetëm ajo që është e vërtetë. Më pas, pika 2, ai drejtohet gjithë njerëzimit dhe xhindëve. Allahu ka treguar në Kur'an në surën Dhariyat qëllimin madhështor për të cilin i ka krijuar krijesat e tij. Në rastin konkret po flasim për njerëzit dhe për xhindët. Aty ku thot: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizq wa ma uridu an yut'imun. Inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwatil matin." Thot dhe nuk i krijova xhindët dhe njerëzit veçse që të më adhurojnë. Nuk dëshiroj prej tyre furnizim dhe nuk dëshiroj prej tyre të më ushqejnë. Me të vërtetë Allahu, pikërisht ai është zotruesi i fuqisë së madhe. Ai është furnizuesi i madh dhe zotruesi i fuqisë së madhe. Pra në këto ajete tregohet thelbi i ekzistencës sonë. Dhe aty tregohet edhe ekzistenca e një bote paralele me botën e njerëzve, një botë të cilën ne në rastin e përgjithshëm nuk arrim ta perceptojmë me shqisa, që është bota e xhindëve, pra nuk arrim ta shikojmë, nuk arrim t'i dëgjojmë, nuk arrim të komunikojmë me ta apo të ndërveprojmë apo t'i prekim etj etj, por se themi që në raste të veçanta edhe mund të ndodhi një gjë e tillë. Për shembull, kjo gjë mund të ndodhi në rastin e magjistarëve, të cilët ne i dënojmë fuqimisht, të cilët përpiqen të bashkëveprojnë me xhindet për të bërë dëm dhe shkatrim në tokë, porse në të njëjtën kohë kjo mund të ndodhi edhe tek ata pacient ose persona të cilët janë të prekur nga probleme të ndryshme që kanë të bëjnë me botën e xhindëve. Probleme ku mund të klasifikohet magjia, mësyshi, prekja e xhindëve pa ndërhyrjen e ndonjë personi si ndërmjetës etj etj. Pra në rastin e përgjithshëm nuk ka kontakte bota jon me botën e tyre, por në raste të veçanta mund të ketë kontakte aty ku Allahu jep leje. Dhe në këtë ajet na tregohet qëllimi madhështor për të cilin Allahu i ka krijuar dhe ata, na ka krijuar dhe ne. Pra kemi qëllim të përbashkët. Pavarësisht se sa përpiqemi për ta plotësuar këtë qëllim. Allahu na ka dhënë në të njëjtën kohë edhe vullnetin e lirë që mund ta plotësojmë këtë qëllim, por mund edhe të mos e plotësojmë. Nuk është se ai do të na shkatrojë në mënyrë të menjëhershme nëse ne e kundërshtojmë që në moment të parë, por se një ditë kemi për të dhënë llogari në ditën e gjykimit, në ditën madhështore në të cilën do të ndahet e vërteta nga e kota në mënyrë përfundimtare dhe të përjetshme. Kështu që edhe nëse nuk mbajmë përgjegjësi për një afat të shkurtër në këtë botë, ama
çdo kush do të mbajë përgjegjësi të paktën në mënyrën afatgjatë në botën tjetër. Ky është këndvështrimi i muslimanëve, ndërkohë që ne besojmë ekzistencën edhe të krijesave të tjera inteligjente, më konkretisht të angjëve. Ne besojmë që Allahu ka krijuar edhe angjëjt, ku njeriu e ka krijuar prej baltës, siç përmendet në Kur'an dhe në Hadith, gjindet e ka krijuar prej zjarrit, siç përmendet gjithashtu në Kur'an dhe në Hadith, ndërsa angjëjt i ka krijuar prej dritës, siç përmendet gjithashtu në Kur'an dhe në Hadith. Dhe të treja këto krijesa kanë inteligjencë, kanë logjik, kanë intelekt. Por se këto ndryshojnë nga njëra tjetra. Ndërkohë Allahu ka krijuar edhe krijesa të tjera të gjalla, që janë kafshët, por se ato nuk kanë intelekt. Dhe pjesa tjetër e krijesave janë ato të cilat nuk janë të gjalla, nuk kanë shpirt, por që në raste të veçanta nëse dëshiron Allahu nëpërmjet ndonjë mrekullie, mundet që t'i japë edhe atyre cilësi që mund t'i kenë krijesat e gjalla. Ky është një përjashtim të cilët ne si besimtar e besojmë, bazuar mbi historitë që Allahu ka treguar në Kur'an dhe profeti sallallahu alejhi wasallam ka treguar në hadithet e tij. Ndërkohë ajo që duhet të themi është një krahasim i vogël ndërmjet këtyre krijesave me njëra tjetrën. Për shembull, ne besojmë që angjëjt janë të krijuar me logjik, por pa dëshira, pa instikte, ata bëjnë thjesht atë gjë që duhet bërë. Nuk kanë ndonjëherë dëshirë për t'i kundërshtuar urdhrat e Allahut. Nuk ekziston fare tek ata domethënë koncepti i dëshirës apo epshit apo çfarë do lloj gjë që mund t'i shtyjë ta hedhin poshtë këtë logjik dhe të bëjnë diçka të gabuar. Ndërsa kafshët janë krijuar vetëm me dëshira por pa logjik. Domethënë nuk munden të mbajnë përgjegjësi për çfarë do lloj veprimi që të bëjnë, edhe sikur ai të duket veprim i keq në pamje të parë, dhe sikur të jetë realisht veprim i keq, por se nuk mbajnë përgjegjësi, nuk dënohen për veprimin që kanë bërë në botën tjetër. Po ashtu dhe angjëjt nuk dënohen, pa as nuk shpërblehen. Ndërkohë që njerëzit dhe xhindët e kanë të ndërthurur logjikën dhe dëshirat në të njëjtin trup edhe shpirt. Pra një person ka dhe logjik, ka dhe dëshira. Edhe një person prej xhindëve, ashtu si prej njerëzve, ka dhe logjik dhe dëshira. Dhe këto gjëra mundet të përputhen në disa raste, ashtu siç mundet të bien ndesh në raste të tjera me njëra tjetrën. Kur ato bien ndesh, i duhet dhënë përparësi logjikës, atë që ne e dimë e kuptojmë që është e drejtë. Edhe nëse nuk na pëlqen ajo, po mund na pëlqejë e kundërta e saj. Neve mund na pëlqejnë shumë gjëra që mund të jenë të ndaluara, që ne mund ta kuptojmë që ato s'janë të mira, atëherë do thotë që ne duhet t'i japim përparësi logjikës në këto raste. Kjo është mënyra se si mund të testohen krijesat. Dhe kjo është dhe arsyeja se pse vetëm njerëzit dhe xhindët janë në testim. Ndërsa angjëjt nuk janë në testim sepse nuk kanë dëshira, kafshët nuk janë në testim sepse nuk kanë intelekt. Ndërkohë njerëzit dhe xhindët do të përfundojnë në xhenet edhe në xhehenem sipas veprave të bëra në jetën e kësaj bote, pra gjatë testimit. Dhe nëse do të mungonte edhe njerëzve njëra prej këtyre dy gjërave, atëherë do thotë që edhe ata nuk do mund të testoheshin dot dhe nuk do të mund të mbanin dot përgjegjësi për veprimet e bëra. Kështu që nga një këndvështrim ne mund të themi që është një nderim i veçantë që na ka bërë Allahu në këtë botë për njerëzve, sepse do të thotë që na ka dhënë mundësinë që me veprat tona të mira, dhe kuptohet mbi të gjitha me ndihmën e tij, ne të arrijmë një grad më të lartë nga çka edhe vetë angjëjt. Ne thamë që angjëjt nuk shpërblehen, nuk hyjnë në xhenet, nuk përjetojnë lumturi të përjetshme. Kurse njeriu e ka mundësinë ta kundërshtojë Allahun. Nëse zgjedh të bindet, atëherë do thotë që padyshim e të i kalon në gradën e angjëve. Pavarësisht se kjo është një lloj pike në të cilën dietarët me njëri tjetrin kanë mospajtim. Një pjesë shikojnë më të arsyeshme të mendojnë që angjëjt janë më të mirë për arsye se nuk gabojnë asnjëherë, ndërkohë që njeriu edhe bën mirë po edhe gabon, qoftë edhe njeriu më i devotshëm. Ndërsa një pjesë tjetër thonë që nuk mund të kenë përparësi angjëjt për shkak se angjëjt nuk kanë mundësi ta kundërshtojnë Allahun. Pra ato do mund të krahasoheshin me njëri tjetrin, nëse do ta kishin të dyja palët mundësinë për ta kundërshtuar Zotin. Kështu që unë thjesht shpreha atë mendim të cilin e konsideroj personalisht si më të saktë. Por se kuptohet që nuk e kritikojmë edhe palën tjetër që mendon ndryshe, e respektojmë mendimin tjetër. Në të njëjtën kohë, ne themi që
njeriu është edhe në një lloj rreziku në jetën e kësaj bote, sepse nëse ai dështon në këtë testim, ai mund të bjerë edhe më poshtë se kafshët, në një nivel akoma më të rëndë. Dhe ne jemi të vetëdijshëm që ka në jetën e kësaj bote njerëz që me veprat e tyre bien aq poshtë saqë edhe kafsha mund të qëndrojnë mbi ta. Për shkak se ja heqin vizën logjikës dhe japin përparësi dëshirave të tyre të këqija dhe bëjnë domethënë çfarë t'i teket dhe mendojnë se nuk do të mbajnë përgjegjësi asnjëherë për veprimet e tyre. Kështu që për njeriu edhe për xhindët janë të dyja mundësitë, dhe të ngrihen më lart nga të gjithë dhe të bien më poshtë nga të gjithë. Lutem Allahun që ta bëj për atyre që ngrihen, sepse prej tij vjen suksesi, ne kemi në dorë vetëm përpjekjet. Më pas pika 3, ai shpjegon akiden dhe fikhun. Çdo fe po ta mendosh përbëhet nga akidja dhe nga fikhu, si lëndët më bazike. Akidja trajton gjërat që kanë të bëjnë me besimin, kurse fikhu trajton gjërat që kanë të bëjnë me praktikën, me veprat. Pak a shumë mund të themi si teori dhe praktik. Kështu që mund të themi që Islami ka akiden e vet dhe fikhun e vet. Krishterimi ka akiden e vet dhe fikhun e vet. Jehudizmi ka akiden e vet dhe fikhun e vet. Kështu dhe të gjitha fetë e tjera. Parë nga ky këndvështrim, Kurani na zbërthen pikërisht këto dy gjëra, e thënë ndryshe na zbërthen komplet fen. Dhe disa dietarë ndërkohë bëjnë një ndarje, një grupim të tematikave që trajtohen në Kur'an dhe thonë që Kur'ani përbëhet nga 3 gjëra. Nga ajete që trajtojnë akiden, nga ajete që trajtojnë fikhun, disa mund ta emërtojnë dhe sheriatin, në anën praktike, dhe e treta nga lajmet, akhbar, që quhet në arabisht. Pra lajme nga popujt e kaluar ose nga ngjarjet që do të ndodhin në të ardhmen, siç janë shenjat e Kiametit për shembull, ose ngjarje që janë nga koha e profetit sallallahu alaihi wasallam, që kanë qenë duke ndodhur për shembull në momentin që shpallja ka qenë duke u zbritur. Dhe shembuj ka të secilës prej këtyre kategorive të lajmeve. Ajo pjesë e dietarëve që thonë që Kurani zbërthen akiden dhe fikhun, mund t'i klasifikojnë lajmet në bazë të asaj që ata trajtojnë si ose në akide ose në fikh ose në të dyja së bashku. Për shembull, aty mund të tregohet se si ka qenë një njeri i mirë apo një grup njerëzish të mirë dhe çfarë përfundimi ka pasur, për shembull çfarë kanë besuar ata dhe çfarë kanë vepruar, dhe kjo në vetvete hyn edhe tek akidja, po hyn edhe te fikhu, edhe pse është pjesë e lajmeve. Në të njëjtën kohë mund të tregoj shembullin e një personi apo një grupi personash apo një populli që ka bërë gjëra të këqija dhe përfundimin që ka pasur, dhe kjo në vetvete na tregon që si ka qenë akida e këtyre personave dhe si ka qenë fiku i këtyre personave, në mënyrë që ne të mos bëhemi si puna e tyre. Pra na tregon si të bëhemi dhe si mos të bëhemi. Edhe ne në jetën praktike, prindrit me fëmijët, apo hoxhallarët me xhamatin, apo mësuesit me nxënësit, apo çfarëdo lloj kategorie tjetër edukimi që kemi në shoqërinë tonë, duhet që ja tregojmë të tjerëve edhe të mirën edhe të keqen. Dhe jo vetëm të mirën për shembull. Sepse kush nuk e njeh të keqen do thotë që mund të bjerë padashje në mendje lehtësi, mund ta ngatrojë atë si diçka të mirë. Por duhet ta di shumë mirë që kjo është e mirë bëje, kjo është e keqe mos e bë. Kështu që vazhdimisht ai që ka nevojë të edukohet, duhet që t'i dëgjojë gjithmonë këto fjalë. Kjo është e mirë, kjo është e keqe, kjo është e mirë, kjo është e keqe. Dhe normalisht duhet të arsyetoj edhe vetë për ta kuptuar edhe në mënyrë të pavarur se kush është e mira dhe kush është e keqja dhe të jetë i prirur për të zgjedhur të mirën. Sepse në bazë të këtyre zgjedhjeve ne vlerësohemi në jetën tjetër. Po ta mendosh mirë, njeriu nuk ka në dorë asgjë tjetër përveç zgjedhjes në jetën e kësaj bote. Sepse shpirtin e vet nuk e ka në dorë, ka krijuar Allahu, e ka vendosur Allahu në këtë botë dhe do ta largojë Allahu sërish. Po dhe trupin e vet nuk e ka plotësisht në dorë. Po të mendosh, nuk jemi ne ata që e urdhërojmë zemrën tonë që të rrahi dhe ajo të pompojë gjak. Nuk jemi ne që i urdhërojmë mushkrit tona që të funksionojnë, as organet e tjera të trupit. Ato funksionojnë vetvetiu në një mënyrë shumë më të mirë nga çdo funksiononin po t'i komandonim ne vet. Ne mund të komandojmë ndoshta gjymtyrët, ato pjesë trupit çfarë kanë të bëjnë me lëvizjet.
Po dhe ato jo plotësisht, sepse ka raste që Allahu nuk na jep mundësinë që ne t'i komandojmë. Kështu që vetmja gjë që ne kemi realisht në dorë, që na e ka dhënë Allahu në dorë për këtij caktimi brenda këtij universi që jetojmë, janë vetëm zgjedhjet. Kështu që mbi bazën e zgjedhjeve tona do të vlerësohemi në ditën e gjykimit. Madje zgjedhjet janë aq të rëndësishme saqë ndonjëherë kur njeriu zgjedh të bëjë një vepër dhe nuk e ka bërë akoma sepse s'ka pas mundësi ta bëj, mund të vlerësohet sikur ta ketë kryer atë vepër, qoftë për mirë, qoftë për keq. Për këtë arsye realisht zgjedhjet dhe me fe dhe me logjik janë ajo gjë që neve na përcakton fatin ton në ahiret, në botën tjetër. Më pas pika 4, atë e ka folur Allahu dhe është i përsosur. Ne kemi treguar më herët që Allahu është i përsosur si qenie, është i përsosur në cilësitë e tij, është i përsosur dhe në veprat e tij. Në rastin konkret, po flasim për cilësinë e tij të folurit, që nuk krahasohet me të folurit e krijesave, edhe pse mundet që njerëzit të flasin, dhe pse mundet që kafshët të flasin me mënyrën e tyre, porse dhe midis krijesave, po ti krahasosh llojet e të folurit, nuk janë të barabarta. Madje edhe midis njerëzve, të folurit nuk është i njëjtë të gjithë. Dikush për shembull ka ndonjë vështirësi në shqiptimin e fjalëve. Nuk themi që ky është një lloj në të folurin e tij, si dikush që nuk e ka atë vështirësi. Në të njëjtën kohë dikush flet me një të folur normale, po ndërkohë dikush tjetër flet me një të folur me një elokuencë dhe një stil shumë të lartë komunikimi. Kuptohet që sërish këta nuk janë të barabartë. Atëherë është akoma më parësore që e folura e Allahut të mos jetë si e folura e krijesave. Dhe përderisa ai është i përsosur, do thotë që dhe e folura e tij është e përsosur dhe Kurani është po ashtu i përsosur. Pika 5, ai ka shumë emra dhe cilësi. Këto janë përmendur në Kur'an ose në hadithe dhe në përgjithësi në arabisht, në gjuhën arabe, kur një gjë ka vlerë të madhe, qoftë vlerë pozitive ose negative, ajo zakonisht gëzon shumë emra. Në rastin konkret po flasim për gjë pozitive. Dhe për emrave të Kuranit është vetë fjala Kur'anun, që do thotë El-Kur'anu është diçka që lexohet shumë. Po ashtu është quajtur El-Kitabu, që do thotë libri. Po ashtu është quajtur El-Dhikru, që do thotë përkujtimi. Po ashtu është quajtur El-Furqanu, që do thotë dalluesi ndërmjet së vërtetës dhe së kotës ose dalluesi ndërmjet së mirës dhe së keqes. Po ashtu është quajtur En-Nuru, që do thotë drita. Pra ka shumë emra që i referojnë të gjitha Kuranit. Kjo tregon për vlerën e tij të madhe që gëzon tek Allahu. Më pas pika 6, ai është shpallur pjesë-pjesë për 23 vjet. Pra muslimanët besojnë që Kurani nuk ka zbritur i gjithi si një libër i vetëm i mirëfill si librat që ne kemi në qarkullim sot. Porse ka zbritur pjesë-pjesë për një periudhë kohe aq sa ka zgjatur edhe komplet profecia, që do thotë për 23 vjet në total, që nga mosha 40 vjeçare e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam deri në moshën e tij 63 vjeçare. Pra ka vazhduar Kurani të zbritet gjatë gjithë kësaj kohe. Në disa raste ka zbritur një sasi më e vogël, në disa raste një sasi më e madhe, në disa raste një sure e plot, në disa raste fragmente të një sureje e kështu me radhë. Dhe këtë gjëndër të tjera e ka përmendur edhe vetë Allahu në Kur'an, në surën Furqan, ku citon fjalën e mosbesimtarëve. Wa qala alladhina kafaru laula nuzila hadha al-Qur'anu jumlatan wahida. Dhalika linuthabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila. Pra, thot Allahu, dhe than ata të cilët mohuan, sikur të kishte zbritur ky Kur'an si një gjë e vetme. Pra një herë është i gjithi. Se po zbret pjesë-pjesë, pra format e tyre të pakuptimta të kundërshtimit, duke kërkuar pretekst për të mohuar. Thot, kjo është kështu në mënyrë që ta forcojmë zemrën tënde ose ta forcojmë kraharorin tënd. Kuptohet që kur një gjë e merr gradualisht, ajo ngulitet më mirë dhe je më i fortë tek ajo gjë sesa kur ajo vjen e gjitha një herë, sidomos nëse flitet për një gjë shumë të madhe.
Kështu që në këtë aspekt kjo përputhet edhe me logjikën e thjeshtë. Dhe ne ta lexuam ty atë, o Muhammed, në një lexim me cilësi shumë të madhe. Pra, po përpiqemi ta parafrojmë kuptimin e ajetit në gjuhën shqipe, sepse shpreha që Allahu ka përmendur në fund të ajetit nuk ekziston në mënyrë, pra nuk ekziston një përkthim i saj në formë të drejtë për drejtë. Një fjalë që t'i korrespondoj kësaj mënyre të shprehurit që është në gjuhën arabe. Më pas. Pika 7, pjesërisht të shpallur në periudhën mekase dhe pjesërisht në atë medinase. Zakonisht dietarët, për arsye të lehtësisë së studimit, i klasifikojnë suret në sure mekase dhe sure medinase. Dhe kjo nuk i referohet shumë vendit në të cilin ato kanë zbritur, por më së shumti kohës në të cilën ato kanë zbritur. Pra suret që kanë zbritur përpara emigrimit të profetit sallallahu alaihi wasallam nga Meka në Medinë, quhen automatikisht sure mekase dhe nëse kanë zbritur jashtë Mekës. Mund të ketë qenë profeti sallallahu alaihi wasallam në udhëtim dhe ndërkohë i ka zbritur ndonjë sure, ama quhet sure mekase për aq kohë sa është brenda kësaj periudhe. Dhe më pas, nga emigrimi e tutje, quhen sure medinase, edhe pse mund mos kenë zbritur në Medinë. Dhe ne dimë që ka shumë sure që kanë zbritur jashtë Medine, kur profeti sallallahu alaihi wasallam ka qenë në ndonjë udhëtim të caktuar, qoftë i shoqëruar nga shokët e tij për ndonjë ekspeditë ushtarake, në rastin më të zakonshëm apo për arsye të tjera. Dhe në lidhje me këtë, mund të themi që suret mekase në përgjithësi kanë disa të përbashkëta me njëra tjetrën. Për shembull, ato më së shumti trajtojnë akiden, kurse suret medinase trajtojnë më së shumti fikhun. Nuk po themi që fikhu nuk trajtohet e suret mekase dhe akidja nuk trajtohet e suret medinase, por thjesht po përcaktojmë se ku përqendrohen më shumë ajetet. Dhe kryesisht suret mekase flasin për gjëra më të përgjithshme, kurse suret medinase për gjëra më specifike hyjnë më në detaje, në krahasim me suret mekase. Po ashtu suret mekase synojnë kryesisht ndërtimin dhe përmirësimin e individit, kurse suret medinase synojnë kryesisht ndërtimin dhe përmirësimin e shtetit. Kjo tregon që suret mekase i përshtaten më së shumti asaj gjendje në të cilën ndodheshin muslimanat në atë periudhë, ndërsa suret medinase i përshtaten më së shumti asaj gjendje në të cilën ndodheshin muslimanat në atë periudhë. Dhe Allahu i ka alternuar gjendjet e tyre, posaçërisht për të na treguar neve se si duhet të jemi ne në secilën gjendje. Dhe mundet që të ekzistojnë edhe gjendje të ndërmjetme. Për shembull, nëse periudha mekase është në një ekstrem, për shembull një gjendje diktature absolute kundër islamit dhe muslimanëve, suret medinase janë e kundërta, një gjendje në të cilën Islami lulëzonte dhe ishte i ngritur mbi çdo gjë. Mund të ketë edhe gjëra të ndërmjetme. Për shembull, mundet që muslimanët të jetojnë në një vend i cili nuk është vend musliman, por se mundet që njerëzit e atij vendi dhe udhëheqësit e vendit i trajtojnë mirë, siç ishte për shembull periudha e Abisinisë, nëse mund ta quajmë si një periudhë më vete. Dhe kjo do të qëndronte në mes midis periudhës mekase dhe periudhës medinase. Po mundet që të jetë diçka e ndërmjetme ndërmjet Abisinisë dhe periudhës mekase. Për shembull, të jetë një vend që nuk i do muslimanët, por në të njëjtën kohë nuk i lufton me një luftë të drejtë për drejtë, por me stil, në mënyrë të kamufluar. Kjo do të ishte më afër periudhës mekase, por se faktikisht do të ishte mes mekases dhe Abisinisë. Por në të njëjtën kohë, nëse muslimanët do të kishin një shtet në të cilin kanë disa gjëra në dorë, por nuk i kanë të gjitha në dorë. Pra, nuk është se është akoma Islami në lartësinë që duhet të jetë, ama ka marrë për shembull rrugën e duhur. Atëherë themi që kjo është midis Abisinisë dhe periudhës medinase, diku në mes, nëse anon më së shumti nga periudha medinase. Kështu që pak me argumentat e fesë dhe pak me analogji, bëhet krahasimi i situatave të ndryshme me njëra tjetrën dhe arrin njeriu të japi përgjigje komplete realitetit, sido që të jetë realiteti. Dhe ne në botën e sotshme mund të hasim vende dhe gjendje të popujve nga të gjitha këto kategori, të cilat
ne i përmendëm. Prandaj është e rëndësishme që ne t'i dimë ato. Dhe për gjitha këto na ndihmon ndarja e sureve në Mekase dhe Medinase. Do thotë që nëse ne anojmë më shumë nga rrethanat Mekase, atëherë suret Mekase janë ato të cilat duhet ta udhëheqin mënyrën tonë të organizimit më shumë. Dhe nëse ne anojmë më shumë nga gjendja Medinase, duhet që suret Medinase ta udhëheqin më shumë mënyrën tonë të organizimit të punëve. Sepse muslimanët janë një shoqëri, nuk është se janë një person i vetëm apo një grup i vogël, rrjedhimisht duhet që gjërat e tyre t'i kenë gjitha veprimtaritë të mirë organizuara, të planifikuara, të zbatuara me kujdes, me durim, etj. etj. Pra nuk duhet të punojnë rrëmuj. Në të njëjtën kohë, kjo që përmendëm në lidhje me akiden dhe fikun, është shumë e rëndësishme kur njeriu përqendrohet shumë tek akidja në fillim, e ndihmon kjo gjë që ai të forcohet shumë në besim dhe ta përmirësoj raportin e tij me Allahun drejt për drejt shumë më tepër. Më pas ai është i gatshëm që t'i përvetsoj me shumë lehtësi çështjet e fikut, çfarë lejohet, çfarë ndalohet, çfarë pëlqejet, çfarë nuk pëlqejet, gjitha. Dhe të bëjë një program shumë të mirë dhe ta ketë nën kontroll veten e tij. Ndërsa në rast se fillon direkt me të mësuar urdhat dhe ndalesat, por ndërkohë në akide është dobët, atëherë kjo do thotë që edhe tek to s'ka shumë pranueshmëri, sepse ndoshta ai e di që një vepër është e mirë, por s'është i gatshëm mjaftueshëm për ta bërë, dhe ndoshta ai e di që një vepër është e keqe, por s'është i gatshëm mjaftueshëm për ta lënë. Për këtë arsye, akidja ka përparësi. Dhe duhet që ajo të mësohet e para dhe të mësohet me shumë përkushtim. Nëse ne themi që të gjitha lëndët mund të mësohen paralelisht, ama me fokus më të madh tek akidja si fillim. Kjo gjë vjet e re në çfarëdo lloj xhamati që të aplikohet, kur trajton akiden në fillim, xhamati bëhet më i fortë. Më pas, pika 8, disa ajete i ka të qarta dhe disa jo. Pra, Allahu qëllimisht disa ajete i ka lënë të tilla që kuptohen në formë të drejtë për drejtë dhe disa i ka lënë të tilla që kanë nevojë i referohesh ajeteve të drejtë për drejta për t'u shpjeguar. Dhe këtë gjë ai e përmend vetë në Kur'an, në faqen e parë të surës Ali Imran, ku thotë: "Huwallazi anzala alayka al-kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutashabihat. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا." Pra, është ai i cili e zbriti librin, bëhet fjalë për Kur'anin, të zbriti të librin, disa ajete prej së cilit janë muhkemat, këtu është termi në arabisht, këto janë ajete që kanë vetëm një kuptim të dukshëm. Pra nuk mund të përmbajnë asnjë lloj kuptimi tjetër përveç atij që duket në pamje të parë. Këto janë të drejtë për drejta. Këto janë të prera, këto janë plotësisht objektive. Siç janë për shembull ajetet që flasin për tauhidin. Nuk mundet që ta ngatrosh një ajet ku tregohet qartësisht që duhet ta adhurosh vetëm Allahun dhe duhet të refuzosh adhurimin e çdo kujt tjetër përveç tij, thua që jo, po mbase edhe mund të adhurohet dikush tjetër. Nuk ta lejon ajeti një gjë të tillë. Ndërsa disa ajete të tjera janë muteshabihat, të cilat nga termi në arabisht do kupton diçka që mund të duket dhe si diçka tjetër, pra që ngjan me diçka. Në këtë rast themi që këto ajete mund të kenë një kuptim që duket në pamje të parë, por ka dhe mundësi të kenë një kuptim tjetër që nuk duket në pamje të parë. Dhe Allahu tregon që në vetvete këto janë një lloj sprove, që disa persona që kanë në zemrën e tyre devijim, siç thot në vazhdim të ajetit, të priren për të ndjekur ato që janë të paqarta, me qëllim që të bëjnë devijime sa më shumë. Dhe mund të themi që ka sekte, të cilat në të ardhmen ndoshta edhe do t'i përmendim, qoftë nga brenda muslimanëve ose nga jashtë muslimanëve, të cilat e kanë profesion që të merren me të devijuar të tjerët. Kuptohet që kjo gjë mund të ndodhi vetëm me qëllim të keq, nuk mund ndodhi ndonjëherë gabimisht, porse nuk është momenti për ta trajtuar këtu, duke qenë se jemi akoma në hapat e para të shpjegimit të gjërave bazike. Ndërkohë,
për t'i kuptuar ajetet të cilat janë të paqarta, thamë që i referohemi ajeteve të cilat janë të qarta. Dhe kuptohet që jo çdo kush prej nesh do kuptoj çdo gjë në jetën e tij nga feja, disa gjëra ndoshta dhe nuk do t'i dim deri në fund të jetës, porse ne përpiqemi të bëjmë maksimumin me atë që Allahu na jep mundësi. Ndërkohë, kanë bërë dietarët, ndër të tjera mund të përmendim si referencë Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, Allahu e mëshiroft, kanë përmendur që ajetet e Kuranit në raport me aftësinë e njerëzve për t'i kuptuar ato mund të ndahen në 4 kategori. Ajete të cilat i kuptojnë të gjithë njerëzit pa përjashtim, pra janë shumë të qarta, shumë të thjeshta, nuk të lënë vend për dyshime. Ajete të cilat e kanë të kollajshme për t'i kuptuar arabët për shkak të gjuhës së tyre. Për shembull, aty mund të përdoret një shprehje që ekziston në arabisht, po s'ka një shprehje ekuivalente në gjuhë të tjera të botës. Atëherë, ndonse mundet që një i huaj të hutohet kur e lexon ajetin, ama një arab nuk hutohet sepse e di që kjo është një shprehje e zakonshme dhe ja di kontekstin, e di mënyrën e përdorimit. Po ashtu ka ajete të cilave kuptimin u din dietarët, ata që janë të specializuar dhe të thelluar në njohjen e Kuranit ose në njohjen e ndonjë fushë të caktuar që ku përdoret ky ajet për argumentim. Ka dhe ajete të cilave kuptimin u di vetëm Allahu. Ndonse ka dietarë të cilët thonë që nuk ekzistojnë ajete të kësaj natyre, thonë që ata ajete që mund mos ja di kuptimin dikush, ja di dikush tjetër, por unë personalisht jam me mendimin që ka dhe ajete të cilave u di kuptimin vetëm Allahu. Dhe në vetvete kjo është një lloj sprove, sepse çdo gjë në këtë botë është pjesë e testimit. Nuk është të them që duhet i dimë me patjetër të gjitha, pavarësisht se duhet përpiqemi aq sa mundemi. Për shembull, ajetet që përmbajnë vetëm shkronja, ose edhe kur janë fragmente ajetesh që përmbajnë thjesht shkronjat arabishtes, siç është Elif Lam Mim, Elif Lam Ra etj në fillim të disa sureve, këto janë ajete për të cilat askush prej dietarëve nuk e thot dot në formë të prerë që ka këtë kuptim apo atë kuptim. Dhe kjo për shembull është shumë e mundshme për ta ilustruar që mund të jetë prej ajeteve të cilave u di kuptimin vetëm Allahu, ose vetëm Allahu e di se çfarë ka pasur për qëllim me këtë që ka thënë. Allahu di më së miri. Më pas, pika 9, disa i ka të përgjithshme dhe disa specifike. Pra, disa ajete janë të tilla që përfshin shumë gjëra brenda, shumë çështje. Për shembull, ti lexon atë fjalinë dhe kupton që çdo gjë që hyn brenda kësaj fjalie, që bën pjesë në këtë bashkësi, ka këtë gjykim për shembull. Ka disa tjera që janë specifike, që flasin vetëm për një gjë brenda kësaj bashkësie. Mund të jenë edhe përjashtime. Për shembull, që në përgjithësi vlen ky rregull, por në një rast të veçantë nuk vlen ky, por vlen një rregull tjetër. Dhe kjo gjë njihet shumë mirë në fenë islame. Më pas, pika 10. Ai është baza kryesore e nxjerrjes së rregullave të arabishtes. Pra, arabishtja me rregullat e saj gramatikore të cilat janë përpiluar nëpër libra, ka Kuranin si bazë, dhe jo Kurani bazë arabishten që ne njohim me rregullat që kanë hartuar dietarët e gjuhës. Është e vërtetë që Kurani ka zbritur në gjuhën arabe, që ka qenë gjuhë ekzistuese dhe ka pasur veçoritë e veta në kohën ku ka zbritur. Porse nuk ka qenë një lloj lëndë e përpiluar në formë akademike. Për tu përpiluar në formë akademike është marr Kurani dhe është përpiluar lënda. Madje arabishtja ka 4 baza, ashtu siç ka dhe feja bazat e veta për nxjerrjen e diturisë dhe rregullave, edhe arabishtja ka bazat e veta, ku baza numër 1 është Kurani. Pra, nëse një mënyrë e të shprehurit është përmendur në Kuran, ajo është domosdoshmërisht pjesë e arabishtes. Nëse Kurani shprehet ashtu, do të thotë që arabët e asaj kohe janë shprehur në atë lloj forme, nuk është se bën ndonjë përjashtim nga gjuha arabe. Po ashtu është hadithi, fjalët që kanë ardhur nga profeti sallallahu alaihi wasallam. Po themi fjalët specifikisht, ndonse tradita profetike përfshin dhe veprat, miratimet, cilësimet e tjera. Po ashtu janë poezitë. Poezitë e vjetra, që u njihet për shembull autori apo në një zinxhir transmetimi apo që qarkullonin tek arabët dikur dhe kanë shprehje që janë përdorur që në kohët e vjetra, sepse këto shprehje domethënë janë përdorur edhe në kohën kur zbriste shpallja.
Dhe të katërtën, nuk po e them me siguri sepse nuk e kujtoj 100%, prandaj nuk duhet ma merrni të mirë qenë. Nëse zgabojmë janë fjali, proverba apo fjalë të urta apo mënyra të shprehurit të arabëve në atë kohë. Pra, kur diçka e di me siguri, e themi me siguri, kur diçka nuk e dim dhe e dim që se dim, themi që s'kemi informacion. Nëse diçka mendojmë që e dim, e specifikojmë që ka nevojë ta verifikojë dëgjuesi. Sepse kjo është pjesë e temës që ne po trajtojmë, por se nuk ka nevojë ta marrë të mirëqen. Më pas, të themi dhe diçka tek pika e 10, sepse ka rëndësi për sqarimin më të imtësishëm të pikës. Dikush mund të pretendojë nga arab folësit e huaj, jo arab bashkohor, mund të pretendojë që Kurani ka gabime gjuhësore. Dhe këtë lloj pretendimi e kemi dëgjuar te disa, kryesisht te misionarët e feve tjera. Dhe citojnë disa raste ku u duket sikur ekziston një lloj formulimi në Kur'an që nuk përputhet me rregullat e gramatikës që ata kanë mësuar në shkolla apo në kurset e trajnimit që kanë bërë. Dhe thonë që Kurani ka një gabim. Mirpo, kjo bie ndesh me atë që ne sapo thamë, dhe kjo tregon për mungesën e tyre të informacionit në lidhje me bazat e arabishtes. Pra nuk gjykohet Kurani mbi bazën e arabishtes. Gjykohet arabishtja mbi bazën e Kuranit, se nga Kurani del arabishtja. Pra arabishtja zyrtare, letrare që kemi ne sot në qarkullim, në përdorim, në komunikim. Pra në vetvete të përpiqesh të gjesh gabime gramatikore në Kur'an do të thotë që është diçka e palogjikshme, se nga Kurani ka dalë gjuha. Përkundrazi, kur ti shikon në Kur'an një shprehje që të tingëllon si e çuditshme sepse nuk e ke hasur në gjuhë ose në një rregull që ti nuk e di, atëherë do të thotë që duhet të përmirësosh njohuritë e tua rreth gjuhës, sepse ke hasur një gjë që nuk e ke pasditur. Më pas, pika 11, ai është shpallur në disa dialekte. Pra, ashtu si çdo gjuhë tjetër e botës, edhe arabishtja ka dialektet e veta. Në ditët tona ka shumë dialekte, dhe këto dialekte fillojnë ndoshta që nga lindja e mesme, nëse jo edhe më në lindje, dhe vazhdojnë të përhapen deri në veri perëndim të Afrikës, ndoshta në Marok apo më tutje. Dhe çdo vend ka dialektin e vet. Kuptohet që disa dialekte janë edhe shumë të vështira për të kuptuar. Ne e shikojmë edhe në Shqipëri që është një gjuhë që e flasin pak njerëz dhe është e përqendruar në një rajon gjeografik të vogël dhe prap ka dialekte. Pra nuk flet një shqiptar që është nga jugu i Shqipërisë në një shqiptar që është nga veriu i Shqipërisë apo nga Kosova apo nga ndonjë zonë tjetër, apo me një shqiptar që është nga Maqedonia, pra që ka lindur edhe jeton në Maqedoninë e Veriut për shembull, apo me një tjetër që është në Maltëzi. Ka ndryshime, ndonse mund të jenë të lehta ose të mëdha, ama ka ndryshime. Edhe në arabisht po ashtu ka ndryshime, dhe në gjuhët e tjera po ashtu ka ndryshime. Megjithatë, ajo që merret si e përbashkët dhe letrare dhe bazë është gjuha e Kuranit. Dhe çdo gjë që bie ndesh me të, themi që është një ndryshim i mëvonshëm dhe nuk është ajo si referencë kryesore. Porse, ajo që duam të themi është që edhe në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam ka pasur dialekte ekzistuese tek arabët. Dhe jo të gjithë arabët kanë pasur një njëjtin dialekt. Dhe Kurani në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam lexohej në disa dialekte. Disa dietarë thonë 7 dialekte apo në 10, dikush mund të thojë më shumë, dikush mund të thojë më pak. Porse ajo që dihet me siguri nga hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam është që profeti sallallahu alaihi wasallam e ka miratuar vet, e ka aprovuar leximin e Kuranit në secilin prej dialekteve ekzistuese. Pra ka thënë dhe kështu ka shpallur dhe kështu është shpallur dhe kështu është shpallur, nuk ka ndonjë problem nëse lexon kështu apo kështu. Kështu që themi që Kurani është shpallur në dialekte ndryshme, por ajo që ne kemi si referencë në kohën tonë është dialekti i Kurejshëve, i fisit kryesor të Mekës, cilët konsiderohen domethënë që kanë pasur gjuhën
më letrare, nëse mund ta quajmë tillë, për shkak se në gjuhën e tyre dhe filloi domethënë shpallja e Kuranit. Ajo është referenca kryesore. Më pas, ai është i ruajtur nga ndryshimet, pika 12. Pra Kurani është i pandryshueshëm. Dhe Allahu është ai i cili e ruan atë nga ndryshimet. Sado që të përpiqet ndonjë person apo ndonjë grup personash që ta ndryshojë, e ka të pamundur ta realizojë këtë gjë. Pra, ndryshim sado i vogël që t'i bëj dikush Kuranit do të refuzohet në mënyrë të menjëhershme nga të gjithë muslimanët e botës. Dhe kur them ndryshim sado i vogël, edhe sikur dikush të thojë për shembull, kemi surën El-Fatiha, pra sura e hapjes, e cila është sura e parë e Kuranit dhe më e rëndësishmja prej të gjithave për nga vlera, siç thon dietarët. Ummul Quran, nëna e Kuranit ose baza e Kuranit, siç është quajtur në hadith, dhe që lexohet në çdo rekat, në çdo falje që muslimanët bëjnë. Në këtë sure, në ajetin e parë thot Allahu Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Falënderimi i takon Allahut, Zotit të botëve. Dikush mund të thojë, po i ndryshojmë vendin këtyre dy fjalëve me njëra tjetrën dhe s'po bëjmë asgjë më shumë. Po themi Lillahi alhamdu Rabbil Alamin. Allahut i takon falënderimi Zotit të botëve. Pra, ai ndryshoi kuptimi i ajetit, themi që e kemi ruajtur kuptimin. Por thjesht i ndryshuam vendin fjalës së parë me fjalën e dytë. Themi që kjo në vetvete është e refuzuar. Nëse dikush do dilte dhe do thoshte kjo do lexohet kështu tani tutje, askush nuk do ta merrte për bazë. As në suret që i din të gjithë përmendesh dhe as në ato sure që i din pak veta përmendesh. Pra në çdo rast, ndryshimi do të përcaktohej dhe do të zbulohej në mënyrë shumë të shpejtë dhe refuzimi do të vinte në mënyrë akoma më të shpejtë. Dhe kjo është pjesa e asaj që Allahu ka thënë Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. Me të vërtetë ne e zbritëm për kujtimin, që është Kurani, dhe me të vërtetë ne do ta ruajmë atë. Kur Allahu përdor shprehjen ne në Kur'an, kjo është për t'i dhënë vetes cilësinë e madhështisë. Dhe është një mënyrë të shprehurit të zakonshme që e kanë pasur arabët dhe vazhdojnë ta kenë akoma. Pra, siç themi ne për respekt kur i drejtohemi dikujt, nuk i themi për shembull ti në numër 1, po i themi ju, si jeni ju zotri. Pra kjo është një lloj mënyre që i jep respekt atij tjetrit. Edhe kjo shpreha ne i jep madhështi personit që është duke folur. Për shembull, nëse unë dua të mburrem për diçka që kam arritur, për shembull kam dalë i pari në një konkurs, them ne kemi dalë të parët. E them këtë gjë në arabisht bëhet fjalë. Kjo për arsye se mund të na dëgjoni shpeshherë që ta përdorim në numrin shumës me shprehjen ne për kthimin e një ajeti, arsyeja është kjo që sapo përmendëm. Dhe ajo që duhet të shtojmë është që kanë tentuar njerëz të ndryshëm dhe tentojnë vazhdimisht për ta ndryshuar Kuranin, porse në çdo rast ky është një dështim i suksesshëm. Më pas pika 13. Ruajtja i është bërë në dy mënyra, me mësim përmendësh dhe me shkrim. Për sa i përket mësimit përmendësh, sahabët e kanë memorizuar Kuranin në kohën e tyre, s'po themi gjithë, por një numër prej tyre. Tabiinët më pas e kanë memorizuar nga sahabët, tabiinët e kanë mësuar nga tabiinët, brezi mbas tabiinëve e kanë mësuar prej tyre dhe e kanë trashëguar brez pas brezi në formë të memorizuar. Dhe dihet për shembull me zinxhir transmetimi të ruajtur, qoftë të memorizuar apo të shkruar, që filani ka mësuar nga filani, gjithë Kurani nga fillimi deri në fund. Për shembull, filan Zënës nga filan Hoxh. Dhe filani e ka mësuar nga filani dhe vazhdon zinxhiri deri te profeti sallallahu alaihi wasallam. Dhe mund të jenë për shembull 30 apo 40 hallka në zinxhir që nga koha jon deri tek profeti sallallahu alaihi wasallam. Ama dihet. Unë për shembull aktualisht jam duke ja recituar Kuranin përmendësh një hoxhe me të cilin po mësoj, i cili është i 32 ose i 33 në zinxhirin e hifzit. Nëse unë e mbaroj plotësisht dhe ja recitoj atij plotësisht dhe marr diplomë prej tij, do të thotë që unë bëhem i 33 ose i 34 në këtë zinxhir. Dhe i dim të gjithë emrat deri te profeti sallallahu alaihi wasallam. Filani biri filanit, filani biri filanit deri në fund.
Pra në këtë lloj forme është shkruar Kurani në mënyrë të memorizuar. Do të thotë që edhe sikur mos ekzistonte fare me shkrim, prapse prap do të ishte i padyshimt. Ndërkohë që ekziston dhe me shkrim, dhe disa prej kopjeve të tij janë shumë të vjetra, ndonse nuk kemi ndonjë kopje që të datoj që nga koha e profetit sallallahu alaihi wasallam, dhe dietarët kanë mos pajtim me njëri tjetrin se kush është kopja më e vjetër. Disa i referohen një kopje të kohës së Uthmanit, pra mendojnë që është e kohës së Uthmanit. Disa të tjerë i referohen një kopje që mendojnë se daton në një kohë pak të mëvonshme, në kohën e Beni Umejeve, porse ideja është që ajo kopje përputhet me atë çfarë ne dim përmendësh dhe rrjedhimisht kjo verse e përforcon bindjen tonë që Kurani është i pandryshuar dhe i pandryshueshëm. Më pas, pika 14, zinxhirët e transmetimit të tij përmendësh janë të ruajtura sot e kësaj dite. Pra është kjo që sapo përmendëm dhe do vazhdojnë të jenë të ruajtura deri në ditën e gjykimit. Nuk të falin hafizat në këtë lloj fushe. Pika 15, kopja e tij më e vjetër ndodhet në muzeun e Tashkentit në Uzbekistan dhe daton nga koha e Uthmanit. Pra kjo është ajo që personalisht kam zgjedhur si mendimin që konsideroj më të besueshëm, ndonse e pranoj që ka edhe një përqindje mundësie që mund të jem gabim. Tashkenti është kryeqyteti i Uzbekistanit në qendër të Azisë, pra pak më në jug në raport me Kazakistanin dhe me Rusinë. Dhe aty ndodhet kjo kopje Kuranit që konsiderohet si më e vjetra. Dhe kjo lloj kopje është në formën e një libri goxha të madh me përmasa të mëdha në krahasim me librat që ne sot i mbajmë në dorë. Kështu ka qenë domethënë, si të thuash, standardi i kohës. Dhe kjo kopje i ka shkronjat, por i ka pa pika dhe pa zanore. Ndërkohë që ata që dinë minimalisht të lexojnë arabisht, nëse jo edhe gjuhën, e dinë që shkronjat arabe kanë pika, kanë dhe zanore. Mirë, po në këtë kohë nuk ka pasur as pika as zanore, sepse ka qenë akoma e përhapur feja pothuajse vetëm tek arabët, pothuajse, sapo kishte filluar domethënë të zgjerohej shteti islam dhe të përhapej thirrja islame, mesazhi edhe përtej kufive të gadishullit arabik. Dhe në këtë kohë arabët s'kishin ndonjë vështirësi për ta kuptuar librin e Allahut, duke mos i pasur pikat dhe duke mos i pasur zanoret. Kjo vështirësi përkundrazi vjen vetëm tek të huajt, të cilët nuk e dinin gjuhën arabe. Dhe njëkohësisht, shkrimet janë disi të zbeta dhe është normale që të jenë të zbeta me gjithë ato vite që kanë kaluar, porse ky mushaf quhet vendi në cilin Kurani shkruhet, pra si libër. Ky lloj libri është akoma i ruajtur sot e kësaj dite dhe mund të gjendet me fotografi në rast se bën një kërkim shumë të thjeshtë në Google. Ndërkohë kush që ka mundësinë ta vizitojë, mund edhe ta vizitojë nga afër dhe nëse do të kishte mundur dikush prej misionarëve të feve të tjera të verifikonte ndonjë gabim, të nxirrte në pa ndonjë gabim prej këtij mushafi, do ta kishte bërë me kohë tashmë. Për thënë që ja, këtu e keni ndryshe, ju e thoni ndryshe, kështu që bie poshtë Kurani. Përderisa kjo gjë nuk ndodh, do të thotë që dhe s'ka për të ndodhur, me arsyetimin që ne kemi përmendur më herët edhe tek videoja për argumentat logjike të Kuranit. Pra është kopje plotësisht identike. Identike me atë çfarë ne dim përmendesh dhe me ato çfarë ne kemi në dorë sot, por pa pika dhe pa zanore. Më pas. Pika 16, Aliu që i pari që i vendosi pikat dhe zanoret. Dhe kjo lëvizje e Aliut ka qenë posaçërisht për t'ia lehtësuar të huajve, siç e përmendëm më herët që kishin vështirësi për ta kuptuar. Më pas, pika 17, ndërkohë të theksojmë që Uthmani ka ardhur në pushtet mbas Umerit dhe Umeri ka ardhur në pushtet mbas Ebu Bekrit dhe Ebu Bekri ka ardhur në pushtet mbas profetit sallallahu alaihi wasallam. Kurse Aliu ka ardhur në pushtet më herë mbas Uthmanit në renditjen kronologjike të udhëheqjes së shtetit islam, të khalifatit. Më pas, pika 17, të gjitha kopjet e tij sot janë një lloj. Më ka pyetur para disa kohësh një miku im prej dëshmitarëve të Jehovait, një koleg pune që kam pasur, të cilin e përshëndes në rast se e shikon videon, dhe më ka thënë, a janë të gjitha kopjet e Kuranit një lloj?
Pra i dukej si diçka e çuditshme, si diçka e pamundur që të ishte plotësisht një lloj, edhe një kopje që mund të jetë në Arabi Saudite, me një kopje të Kuranit që mund të jetë në Shqipëri, me një kopje që mund të jetë në Kinë, me një që mund të jetë në Afrikë të Jugut, apo në Kanada, apo në Kili, apo në Australi, apo kudo qoftë. Verse sado e çuditshme që t'i duket një personi diçka e tillë, kjo është plotësisht e vërtetë dhe plotësisht e vërtetueshme. Sepse nëse nuk do të ishte, do të dilte një person jo dashamirës, ose mund ta quajmë edhe në kërkim të së vërtetës, që do ta nxjerrë në paqe kjo s'është e vërtetë kjo që ndiqni ju, atëherë do ta nxirrte në paqe shumë kollaj, sepse do thoshte ja, ky Kurani që kemi ne këtu në vendin ton është ndryshe nga ajo që keni ju. Dhe kjo do të mjaftonte për të hedhur poshtë gjithë atë narrativën tonë, gjithë këtë që ne po ndërtojmë. Mirë po, ajo që është si kopje në çdo vend të botës përputhet me atë që është e regjistruar përmendesh me video apo me audio apo me mënyra të ndryshme, që sot për fat të mirë qarkullon nëpërmjet medias, nëpërmjet YouTube-it, nëpërmjet faqeve dhe kanaleve të ndryshme, të gjitha këto së bashku përputhen plotësisht. Atëherë kjo nuk lë hije dyshimi për ruajtjen e Kuranit. Dhe siç thamë, është shumë e lehtë, shumë e kollajshme për të vërtetuar e kundërta në rast se do të kishte ndonjë ndryshim. Por se kjo u duket e çuditshme miqve tanë të feve të tjera, për arsye se ndoshta ata nuk e kanë këtë gjë tek libri i tyre. Për shembull, nëse marrim Biblën konkretisht, Bibla qarkullon në versione të ndryshme. Dhe sado që të përpiqen misionarët e sekteve të ndryshme të krishtera të thonë që nuk janë versione, po janë thjesht botime të ndryshme apo përkthime të ndryshme, e vërteta është që janë versione të ndryshme. Sepse në vetvete ato janë të përkthyera nga dorëshkrime të ndryshme, të vjetra të Ungjillit edhe të Dhjatës së Vjetër, dhe kanë përmasa të ndryshme. Për shembull, Bibla katolike ka të paktën ja 6 apo 7 libra në përbërje të saj që nuk i ka Bibla protestante. Pra, Bibla që lexon kryesisht sekti protestant. Versioni i mbretit James, që njihet më së shumti, nuk është me të njëjtën përmbajtje në këtë aspekt me atë që është Bibla e katolikëve. Por në të njëjtën kohë dhe ajo dëshmitarëve të Jehovait është përkthyer nga një dorëshkrim tjetër që pretendojnë se është më i vjetër në krahasim me këto Biblat e tjera që janë në qarkullim dhe ku përmenden disa gjëra që nuk përmenden te këto tjerat. Dhe po ti krahasosh me njëra tjetrën, pothuajse mund të themi që çdo sekt i madh ose i konsiderueshëm i krishtërimit ka versionin e vet të Biblës. Dhe nuk është thjesht që ka përkthimin e vet. Përkthime të ndryshme ka dhe Kurani. Pra, një autor mund të zgjedhë një fjalë në gjuhën shqipe që i duket si më e përshtatshme për një ajet. Një autor tjetër mund të zgjedhë një fjalë tjetër dhe nuk ka asnjë problem, ama në origjinal, në arabisht, kjo është e përbashkët. Ndonse ndahet e përkthimi. Ndërsa tek rasti i Biblës nuk kemi këtë lloj dukurie, për këtë arsye themi që janë versione. Dhe duke qenë se janë mësuar që të kenë versione të ndryshme të librit të tyre, i duket e çuditshme se si mund të ketë një version të vetëm për një libër të një feje tjetër. Mirë po ja që kjo është e mundur me Islamin, dhe kjo në vetvete është një indicje që njerëzit e çfarëdo lloji feje tjetër duhet të reflektojnë dhe ta marrin në konsiderat dhe ta pranojnë këtë fe, fen islame. Sepse kjo është shpëtimi i vërtet për ta në këtë botë dhe në tjetrën. Kështu që ne i bëjmë një ftesë të përzemërt. Ne vetë kemi zgjedhur këtë fe. Mbasi e kemi analizuar në mënyrë logjike dhe me argumenta të tjera përveç argumentave logjike, e kemi zgjedhur sepse kjo na është dukur në formë objektive që kjo është rruga më e mirë. Përderisa ja duam vetes të mirën, ja duam edhe të tjerëve. Për këtë arsye i bëjmë një ftesë me dashamirësinë më të madhe që ta pranojnë edhe ata këtë fe. Më e pakta ta marrin në konsiderat dhe ta analizojnë. Ta analizojnë me sinqeritet për të vërtetuar është apo s'është e saktë. Pa paragjykime. Nëse e marrin në konsiderat, ne jemi në dispozicion për t'i vënë në shërbim të tyre të gjitha njohuritë tona dhe gjithë asistencën tonë për të arritur deri tek ai vërtetim. Ne lutim Allahun që të na bëjë të dobishëm për popullin ton dhe për gjithë ata që u arrin ky mesazh në këtë aspekt. Pra tham të gjitha kopjet e tij janë njësoj. Më pas, pika 18. Ai shpjegohet me 4 mënyra. Mënyra e parë, ajet me ajet, mënyra e dytë, ajet me hadith,
mënyra e tretë, a jetë me fjalë selefësh, mënyra e katërt, a jetë me gjuhë arabe. Kto janë ato të cilat përmendin kryesisht dietarët e vjetër në raport me tefsirin. Ndërkohë që ka dhe dietarë të tjerë të cilët japin dhe ndonjë opinion tjetër përveç këtyre të katërtave, si bazë për komentim, ama këto ngelen referenca jonë kryesore, kështu që te këto po përqendrohemi. Nëse themi ajet me ajet, kemi për qëllim që një ajet të cilit ndoshta nuk ja dim plotësisht kuptimin, thjesht duke e lexuar së bashku me kontekst, mundet që kuptimin e tij ose ndonjë fjalë që është pjesë e tij ta gjejmë në një ajet tjetër. Pra i bie që Kurani të shpjegojë vetveten në këtë lloj forme. Dhe ekzistojnë libra të shkencës së tefsirit, që nuk i kemi këtu mbrapa, i kemi tek një ambient tjetër, të cilët bëjnë komentin e Kuranit komplet vetëm me Kuran. Është një libër, nëse s'gaboj, me 7 vëllime, një autor i bashkëkohor, Sheikh Shenkitit, Allahu e mëshiroft. Ashtu siç ka dhe komentimet të Kuranit vetëm me hadithe. Ashtu siç ka komentime vetëm me ethere, pra me fjalët e sahabëve ose me fjalët e atyre që kanë ardhur mbas sahabëve, tabiinëve, tabiinëve sipas rastit. Po ashtu ka dhe komentim të Kuranit vetëm me gjuhë arabe. Kryesisht për gjuhë arabe, për shembull, dietarët lavdërojnë shumë tefsirin e Imam Begawiut, thonë që është i shkëlqyer në komentimin gjuhësor të Kuranit. Por ka dhe të tjera, kuptohet, ka aq shumë sa që ndoshta nuk mund t'i njohim dot të gjitha me detaje. Ideja është që Kurani shpjegon veten e tij. Për shembull, do përpiqemi ta ilustrojmë. Thot Allahu në Kur'an në surën El-Fatiha, siç e përmendëm ajetin më herët, Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Për shembull, thot Allahu në Kur'an në surën El-Fatiha, në pjesën e fundit të surës, thot Ihdinas siratal mustaqim, na udhëzo në rrugën e drejtë. Siratal ladhina an'amta alejhim, në rrugën e atyre të cilët ti i ke begatuar, ose mund të themi ndryshe, të cilëve ti i ke dhuruar mirësi. Lind pyetja, kush janë ata të cilëve Allahu i ka dhuruar mirësi? Po të shikojmë në ajetet e tjera, ne e gjejmë një specifikim të mëtejshëm se kush janë ata persona të cilëve Allahu ka dhuruar mirësi. Për shembull, në një fragment ajeti ku tregohet shpërblimi në xhenet i kategorive të besimtarëve të cilat Allahu i do, thuhet ma'alladhina an'ama Allahu alejhim minan nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Me ata të cilët Allahu i ka begatuar ose me ata të cilët Allahu ka dhuruar mirësi, prej profetëve, të sinqertëve, dëshmorëve dhe bamirësve. Apo përpiqemi të gjejmë një fjalë që t'i korrespondojë në gjuhën shqipe këtyre termave që janë përdorur në arabisht. Këto 4 kategori që nga pjesë e atyre të cilët Allahu i ka begatuar. Po ashtu, nëse shikojmë për një shpjegim akoma më të imtësishëm, në surën Maryam, Allahu përmend në 4 faqe e gjysmë, që është pjesa e parë e surës, përmend historitë e disa personave që ai i ka begatuar, disa persona që ai i lavdëron dhe i do. Përmend për shembull historinë e Zekerias, alayhis salam, profet. Historinë e Jahjas, djalit të Zekerias, sërish profet. Historinë e Merjemes, të afërmes së tyre, ndonë se nuk është profete, po është prej njerëzve të mirë. Përmend historinë e Isës, alayhis salam, djalit të Merjemes, profet. Përmend historinë e Ibrahimit, profet. Përmend Ismailin, përmend Ishakun, përmend Musën, përmend Harunin, përmend Jakubin, përmend Idrisin. Të gjithë këta janë prej njerëzve që Allahu i do dhe i lavdëron. Shumica e tyre janë profet. Në fund të kësaj përmendje dhe të kësaj renditje dhe të historive përkatëse, Allahu thot Ulaika alladhina an'ama Allahu alejhim minan nabiyyina min dhurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dhurriyyati Ibrahima wa Israila wa mimman hadayna wajtabaina idha yutla alejhim ayatur rahmani kharru sujada wa bukia. Pra, thot, pikërisht ata
janë ata të cilët Allahu i ka begatuar, ose pikërisht ata janë ata që Allahu i ka dhënë mirësi prej pasardhësve të Ademit, prej profetëve, prej pasardhësve të Ademit, dhe prej atyre që ne i mbartëm në anije me Nuhun, dhe prej pasardhësve të Ibrahimit dhe Israilit, që është Jakubi a.s. dhe prej atyre që ne i udhëzuam dhe i zgjodhëm. Kur atyre u lexohen ajetet e të gjithëmshirshmit, ata bien në sejdë duke qarë, pra nga përjetimi i madh që ata kanë prej këtyre ajeteve dhe nga mallëngjimi i madh dhe mahnitja që kanë me madhështinë e Allahut. Gjë që duhet ta kemi dhe ne dhe lutim Allahun që të na e mundsoj. Pra mbas gjithë atij shpjegimi prej më shumë se 4 faqesh, Allahu thot pikërisht këta janë ata. Pra këta janë ata që përmenden edhe tek surja Al-Fatiha, alladhina an'ama Allahu alejhim, ata të cilët Allahu i ka begatuar. Pra ne shikojmë se si Kurani komenton vetveten. Kjo është thjesht një shembull për ta ilustruar, ama shembulli mund të ketë me shumicë. Më pas, ajet me hadith, mund të themi për shembull që Allahu ka përmendur në Kur'an në mënyrë të përgjithshme mënyrën si merret abdes, mënyrën se si falemi, kohët e namazit, etj. etj. Të gjitha këto detaje merren dhe zbërthehen në mënyrë akoma më të imtësishme në hadith. Pra po të mbledhësh hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam që flasin për këto tema, i hyet deri në detaj këtyre çështjeve dhe jepet një informacion akoma më i bollshëm dhe më i tërësishëm në lidhje me temën. Për shembull, Allahu thot në Kur'an: Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Me të vërtetë, namazi është për besimtarët një detyrim i kohëzuar, nëse mund ta themi në këtë formë. Pra një detyrim që ka lidhje me kohën. Filloi koha, mbaroi koha. Kaq kohë ke si hapësirë në dispozicion për të kryer detyrimin. Këtu bëhet fjalë për 5 vaktet ditore, dhe kjo gjë na bëhet e qartë nga hadithet. Ndërsa fillimi dhe mbarimi i secilës prej këtyre kohëve na tregohet në hadithin ku profetit sallallahu alaihi wasallam i vjen Xhibrili alayhis salam një ditë dhe ja fal të 5 vaktet, sabahun, drekën, ikindin, akshamin dhe yatsin në fillim të kohës, dhe të nesërmen ja fal të 5 në fund të kohës së secilës, dhe i thotë që ke kohë nga ajo që u falëm dje deri te kjo që u falëm sot, për ta pasur si shembull konkret, praktik dhe si referencë. Kështu që kjo gjë që nuk është zbërthyer me imtësi në Kur'an është zbërthyer me imtësi në Sunet. Më pas, ajet me fjalë selefësh. Mundet për shembull që të përmendet një fjalë e caktuar apo një shprehje në një ajet dhe selefët, duke pasur mësuesin më të mirë, duke qenë njerëzit më të zgjuar dhe më të informuar për fushën e gjuhës, duke qenë njerëzit më të devotshëm, arrin që ta shpjegojnë atë ajet me njohuri të tyre që i ka begatuar Allahu. Për shembull, përmendet një ajet ku Allahu kritikon disa persona të cilët i humbin njerëzit nëpërmjet bisedave të kota. Ajeti i cili nëse zgabohem ndodhet tek surja Luqman dhe thot për këtë ajet Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu anhu, njëri prej sahabëve më të ditur dhe më të nderuar dhe prej sahabëve të vjetër, i cili është dalluar për diturinë e tij si një nga dietarët më të mëdhenj të gjitha kohërave, thotë që pasha Allahun në këtë ajet bëhet fjalë për muzikën. Ndërkohë që muzika nuk përmendet diku në formë të drejtë për drejtë në Kur'an. Të thuash për shembull muzika lejohet, muzika ndalohet, muzika pëlqejet apo muzika nuk pëlqejet. As instrumentat muzikore, as diçka e ngjashme me to që mund të kuptohet nga kushdo që e lexon. Ndërkohë në këtë ajet, ustai i fushës na thotë ne që bëhet fjalë për këtë gjë. Dhe sa për ta ilustruar madhështinë e Abdullah ibn Mesudit, do të përmendim dhe modestinë e tij njëkohësisht, do të përmendim një fjali të famshme që ai ka thënë në kohën e vet. Ka thënë: "Pasha Allahun, nuk ka asnjë ajet Kurani, veç se unë e di se ku ka zbritur, pse ka zbritur dhe cili është kuptimi i tij. Dhe nëse do të njihja dikë që është më i ditur se unë në fushën e Kuranit, do të shkoja tek ai për të marrë mësim." Pra, kjo lloj fjalie është thënë në kohën pasi ka ndruar jetë profeti sallallahu alaihi wasallam, se kuptohet sa ka qenë ai gjallë, nuk ka pasur shanse të kishte njëri më të ditur se ai në çështjet e fesë apo Kuranit.
Ndërkohë, mbas largimit të tij nga kjo botë, ngelen sahabët, njerëzit më të ditur, sidomos disa kokra prej tyre që kanë qenë më lart se sa të tjerët. Dhe në rastin konkret, Ibn Mesudi përmend të gjitha ato cilësitë që ndihmojnë në tefsir. Nëse ti e di se ku ka zbritur ajeti, ti je i avantazhuar për ta shpjeguar kuptimin e ajetit. Nëse ti e di pse ka zbritur, prapë je i avantazhuar, ke një indicje më shumë. Nëse ti e di kush është kuptimi, prapë je i avantazhuar në fushën e tefsirit. Do të thotë që të gjitha gjërat që të ndihmojnë për ta kuptuar ajetin, ti i ke në dispozicion. Dhe në të njëjtën kohë thotë që prapë, edhe nëse është dikush më i ditur se mua, jam i gatshëm të vete, nuk thotë që duhet vinë njerëzit e mua të marrin mësim. Apo nuk kam pse të vete unë të tjerët se unë jam i ditur, unë jam i madh, kurse të tjerët kanë nevojë për mua. Por nuk ekziston ky lloj koncepti te muslimanët, sado lart që të jenë në hierarkinë e diçkaje. Le të kemë përparuar qoftë në dituri, qoftë në pasuri, qoftë në fuqi, në çfarë do lloj fushë, ama gjithmonë duhet të jenë modest në mënyrë maksimale. Më pas ajet me gjuhë arabe, pra nëse i rikthehemi shembullit të surës El-Fatiha, në ajetin e parë sërish, ku Allahu thotë Elhamdulillahi Rabbil Alamin, fjala hamdu është falënderim, po jo një falënderim i zakonshëm. Sepse falënderimi i zakonshëm në gjuhën arabe është fjala shukrun, siç i themi në shqip shqyr, parapërsisht. Nëse do thoshim unë ty të falenderoj, e shkuruke, nuk është një lloj si të themi elhamdu. Pra nuk është një lloj të themi e shukru dhe elhamdu. Thon dietarët e gjuhës që fjala e shukru është një lavdërim që i bëhet një personi apo i bëhet dikujt për një mirësi që ai të ka bërë. Dhe kuptohet që kjo është gjë e mirë. Ndërkohë elhamdu është një lloj lavdërimi që i bëhet dikujt për shkak të cilësive të përsosura që ai gëzon. Nga kjo ne kuptojmë që ky lloj falënderimi i përshtatet Allahut, kurse ai falënderimi i zakonshëm i përshtatet krijesave, ndërkohë që ai për disa çështje mund përdoret edhe kundrejt Allahut. Do të themi nashkurullahe, e falenderojmë Allahun, është e pranueshme. Por fjala hamd është një grad më e lartë falënderimi në krahasim me shukrin, madje mund të themi që është grada më e lartë e falënderimit apo lavdërimit që mund t'i bëhet dikujt. Po ashtu, po prapë në surën El-Fatiha kemi shprehjen që përdoret në ajetin e mesit të kësaj sure, Iyyake na'budu wa iyyake nasta'in. Në pamje të parë duket sikur ajeti thotë ty të adhurojmë dhe ty të kërkojmë ndihmë, po ta përkthesh fjalë për fjalë. Por kur kundrinori vendoset përpara foljes në gjuhën arabe, këtu shikojmë rëndësinë e gramatikës, rëndësinë e njohjes së gramatikës. Në këtë rast konsiderohet që është kufizuar vetëm te ky person ose te kjo gjë që përmendet në këtë kundrinor, veprimi që tregon folja. Pra, vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje kërkojmë ndihmë. Edhe pse nuk e ka shprehur Allahu fjalën vetëm, ta thojmë një fjalë më vete, por se kjo nënkuptohet në ajet nga mënyra se si është formuluar ajeti. Kështu që këtë ne mund ta dimë nëse njohim arabishten në këtë çështje. Por nuk mund ta dimë në rast se thjesht e lexojmë ajetin të përkthyer në ndonjë gjuhë tjetër të botës. Edhe pse ai lexim neve na bën dobi për të përparuar akoma më shumë në besim, ama njohja e gjuhës origjinale na ndihmon akoma më shumë. Për këtë arsye sugjerojmë fuqimisht mësimin e arabishtes. Më pas pika 19 dhe e fundit për sot, çdo shpjegim që bie ndesh me ato të selefëve refuzohet. Pra, mundet që një shpjegim i mëpasshëm të përputhet me shpjegimin e selefëve dhe themi që e pranojmë. Mundet që ai të bjerë ndesh me ato të selefëve dhe themi që e refuzojmë sepse ata janë referencë, ata e kanë pas kuptuar fen më mirë. Nuk mund të pretendoj për shembull dikush në, domethënë 15 shekuj mbas profetit sallallahu alaihi wasallam që e ka ditur më mirë ky se për çfarë flitej në atë kohë dhe ç'a bëjnë në atë kohë dhe si trajtoheshin gjërat në atë kohë se sa ata vetë që kanë jetuar në atë kohë. Është sikur ne të mblidhemi dhe të bëjmë një bisedë së bashku në këtë kohë dhe të vi dikush mbas 15 shekujsh edhe thotë që jo e di unë çka kanë pasur për qëllim ata. Gjithë të tjerët që kanë kaluar nuk e kanë ditur. Edhe pse kanë folur për shembull me bindje që ata kanë pasur për qëllim këtë gjë. Njëkohësisht mundet që ajo as të mos bjerë ndesh, po as mos përputhet.
Për shembull mund të jetë diçka që del jashtë asaj që përmendet dhe që mund të eci paralelisht me atë që është përmendur nga selefët. Për shembull, në Kur'an janë përmendur edhe disa gjëra nga shenjat e Kiametit, dhe kuptohet që dietarët e kohës kur ndodh shenja, do t'japin opinionin e tyre për atë shenjë. Kjo s'do thotë që ata kanë hedhur poshtë tefsirin e një dietari të selefëve për shkak se kanë përmendur rreth asaj teme një gjë që s'e ka përmendur ai dietar. Pra, kjo është e pranueshme, kurse që të bjerin ndesh është e papranueshme. Ne lutim Allahun që të na japi dobi nga gjërat që themi dhe gjërat që dëgjojmë. I kujtojmë shikuesit që të na ndihmojnë me një subscribe, like edhe share. I përshëndesim të gjithë. Subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.